Tani kur Islami të ndalon të lejuara orar të caktuar, nga koha e sifir deri në iftar. Po për ndaluarat mos flasim. Andaj kur ta ngrisin na vetdijen që të kemi kontroll ndaj gjërat që kemi halal fetarisht të lejuara, që ato të mos i konsumojmë në orarin e caktuar, aty hyn edhe marrëdhënia me bashkëshorten. Atëherë si të themi na për marrëdhëniet jashtëmartësore ose ushqime e gjërave që janë ndaluara. Do të andaj në mënyrë sistematike adhurimet në Islam e rrisin kualitetin e karakterit të një njeriu. E rrisin fuqinë e vetë kontrollit. Edhe fakti që te devotshmëria kur folëm në fillim e rrit edhe nivelin e vetdijes se Allahu mbikëqyr robën e tij në të gjitha situatat dhe rrethonat, para se të derë ky muhabeti i Big Brother show-it, domethënë ato kamera që i fusin edhe në shtrat, besimtari e din se është i survejuar me kamera 24/7 nga Allahu i gjithdijshëm dhe gjithfuqishëm. Edhe andaj ai nuk pret ligjit ta sankcionon ose t'i zbulohet afera, po e ka frikën nga Zoti dhe ajo e ndal për të gjitha gabimet që mund t'i bën ai. Ky fakt i vetdijes se Allah e mbikëqyr e ndal çdo njeri nga çdo gabim që bën dhe nuk e lejon që epshi ta dirigjon. Edhe në momentin që joshet nga një femër e huaj, ai t'ia lejon vetvetes të bie në tradhtimet e dhe tradhton bashkëshortën e vet. Edhe fakti është se vetëm Islami është ajo fe e cila e ndihmon çdo individ, mashkull qoftë apo femër, për ta ruajtur nderin e vet dhe për ta mbrojtur jetën bashkëtorë nga çdo tradhti e mundshme.